Tregjet po e nënvlerësojnë ndikimin e paqëndrueshmërisë së klimës në të gjitha klasat e aseteve, në një kohë që nxehtësi ekstrem ka përfshirë Europën dhe meteorologët paralajmërojnë rrezikun e një El Niño të fuqishëm këtë vit. Organizata botërore meteorologjike pret një El Niño shumë të fuqishëm në paqësorin tropikal midis korrikut dhe shtatorit të këtij viti. El Niño është një fenomen klimatik që ndodh natyrshëm dhe që rrit temperaturat e sipërfaqes së detit në rajone të caktuara dhe shpesh shoqërohet me motë ekstrem. Strategët e investimeve thonë se temperaturat më të larta, thatësira, rreshjet e dendura të shiut dhe ngjarje të tjera ekstreme të motit që vijnë nga El Niño do të përmbysin bastet që kanë të bëjnë me lëndët e para. Paralajmërimet vijnë ndërsa Europa përballet me një valë vazhdueshme të nxehtit gjatë kësaj vere. Disa pjesë të Mbretërisë Bashkuar njohin temperatura mbi 30 gradë Celsius për gati 2 javë të pandërprera, ndërsa Franca ka përjetuar 3 valë të nxehtit me motin ekstrem që detyroi anullimin e disa eventeve me rastin e ditës Bastijës javën e kaluar. Ndërkohë Korea e Jugut lëshoi paralajmërimet e saj të para për një valë të rëndë të nxehtit. Analistët paralajmërojnë se jashtëquajturi Super El Niño mund të jetë më i ashpër se ngjarjet ekstreme të viteve 1982, 1997 dhe 2015. Megjithatë, ndikimi në tregun e lëndëve të para mund të jetë i pabarabartë. Disa tregje mund goditen rënd duke ndikuar në rritjen e çmimeve, ndërsa disa të tjerë, siç është gazi natyror, mund të kenë tendencë në rënje nëse dimri në veri është më i butë se zakonisht. Bujqësia pritet përballet me probleme të mëdha pasi moti më i ngrohtë dhe më i paqëndrueshëm kërcënon të ulë prodhimin dhe të rrisë çmimet e ushqimeve. Banka Societe Generale tha se çmimet e malrave bujqësore janë rritur me 7% këtë muaj, ndërsa produktet si kakao, kafeja dhe gruri u rritën me 8% vetëm javën e kaluar. Një El Niño i fortë mund të shtojë presionin ndaj inflacionit të ushqimeve, që potencialisht do të arrijë vlera dyshifrore deri në vitin 2027. Në anën tjetër, rendimentet e të korave mund të bien mes 5 dhe 12% në rajonet e prekura. Ndërkohë, analistët e Bank of America shprehen se Europa po ngrohet më shpejt se çdo kontinent tjetër, me të nxehtin që po bëhet gjithnjë më strukturor se sa ciklik. Në një shënim për klientët, analistët e bankës identifikuan kafen, kakaon, misrin dhe grurin si ndërkulturat më të ndjeshme ndaj rritjes së temperaturave.